Përshëndetje, zoti Çaka. Përshëndetje. Tani, na imponon le të themi situata, denoncimet që të nisim këtë transmetim së bashku me trenin bullgar. Ajo se çfarë ne kemi parë, çfarë do thot ligjërisht, si mund të merret në konsiderat për të ndarë këtu deklaratat të cilat janë publike me atë që realisht është një provë dhe që mund të administrohet nga institucionet? Po, atëherë ka pas një video të nxjerrë dje nga kryetari i opozitës, në të cilën pretendohet se kemi atë fenomen që quhet treni bullgar. Tash të themi të drejtën, kjo është një indicie që çon dhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, por njëkohësisht edhe pjesën e po themi prokurisë posaçme në rastet nëse do të jetë vërtetuar kjo, për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë realisht me një fenomen të tillë apo jo. Sepse tash i themi realitetin, duke qenë se jemi vetë jurist në profesion, duhet kemi disa elementë parasysh, duke pasur përcaktimin një në atë parë të vërtetësisë së videos, po flas si element të provueshmërisë, të asaj se çfarë realiteti do t'rregojë nëse do të hapen këto kuti votimi në të cilat bëhet fjalë, dhe pastaj mundet që të shihet dhe në varësi të saj edhe të merret një vendim nga ana e si Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, nëse kjo do ketë ndikim në rezultatin e atij qarku, dhe më pas për të çuar në prokurori për të ndjekur ligjërisht. Por thash, është shumë e vështirë që thjesht nëpërmjet një pamje filmike në media të arrihet në një konkluzion. Kështu që dhe vetë filmimi mund të jetë një indicie, por kuptohet që duhet të bëhet një verifikim më i thelluar si në kutitë e votimit në ashtu materialet zgjedhore. Kështu që besoj që do presim edhe vendimin e KAS-it për rastin në fjalë, se si do disponohet edhe për qarkun, dhe pastaj do mund të bëjmë edhe një analizë më të zgjeruar edhe në media. Kush janë, zoti Çaka, shkeljet e pretenduara deri tani nga subjekte politike përveç trenit bullgar, që na kanë çuar jo vetëm tek vendimarrja, por ndoshta ne do të shohim dhe veprimet deri në fund, se ky është një proces i cili do të marrë dhe kohën e vet dhe pastaj do të shohim hap pas hapi se çfarë na ka shkaktuar subjektet politike, komisionerët, ata që mund kenë abuzuar, cilët përballen edhe me ligjin, dhe kur them këtu jo vetëm tek përballja e subjekteve politike, po them edhe tek lufta brenda llojit. Po, është e vërtetë. Për sa i përket atyre se çfarë është pretenduar në ankime, duhet theksuar që ka pasur raste që ka prova, po themi, më të drejtë për drejta, siç janë pamjet filmike, të cilat janë depozituar nga ana e subjekteve politike në ankimet të tyre pranë Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve, dhe mbi bazën e atyre kemi edhe një disponim të raste, për shembull marrim rastin e Durrësit, ku kemi një ankesë nga zoti Kalaj, kandidat i koalicionit opozitar, dhe është vendosur që të hapen 126 kuti votimi që për sa i përket dy KZZ-ve në qarkun e Durrësit. Ndërsa në rastet e tjera, provat e depozituara në vlerësimin në tim, por besoj edhe të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve, përdesa është disponuar me vendim, kanë qenë më periferike, nuk kanë qenë kaq të drejtë për drejta, dhe në përgjithësi, pavarësisht se kemi një vendimarrje të KAS-it për të hapur edhe kutitë e votimit pra deri tani të plota të Tiranës, të Fierit, të pjesshme të Durrësit bashkë me diasporën, do të presim se si do të disponohet edhe për Elbasanin, nëse do kemi apo jo një vendimarrje të tillë. Dhe do të shihet se si do të jetë rezultati që do dalin nga këto rinumërime.
Dhe pastaj do të shihet nëse me të vërtet kemi të bëjmë me shkelje të kodit zgjedhor apo edhe vepra penale nga ana e numëruesve nëse do të ketë diferenca. Por duhet theksuar që deri më tani hapja këtyre kutive nuk është, po themi, në konceptin juridik një vendimarrje e Komisionit të Tankimeve dhe Sanksioneve mbi bazën e pretendimeve të po themi të ankuesit, në rastin konkret të opozitës, por ka qenë sipas një kërkese të dy anëtarëve të Komisionit të Tankimeve dhe Sanksioneve, bazuar në kodin zgjedhor që mund të kërkojnë shqyrtimin e provave që në rastin konkret janë fletët e votimit kutit të votimit. Ndërkohë, zoti Çaka, duke parë këtë proces dhe si pjesë e kasë, por gjithashtu dhe si jurist, a mendon se do të ketë pasoja për të gjithë procesin e votimit të 11 majit? E them këtë për të kuptuar deri ku shkojnë këto abuzime dhe kur këto zgjedhje janë legjitime. Do të kemi, sa duket deri tani, ndryshime vetëm çështje emrash apo edhe numra mandatesh? Po, atëherë duhet theksuar që në këtë raste kemi atë që themi, domethënë, herën e parë që po disponohet me një vendimarrje të tillë, po hapen 4 qarqe të cilat në thelb përbëjnë gjysmën e Shqipërisë. Është një precedent që mund të ndikojë edhe në rastet e tjera, në zgjedhje të tjera flas. Por do të shohim se si do dalë nga rinumërimi. Nuk mundet që neve të parashikojmë se çfarë do dalë në këto kuti dhe nuk mund të, po themi, në mënyrë hipotetike të ngrejmë akuzë ndaj komisionerëve që nuk kanë bërë numërimin dhe punën e tyre siç duhet, pa pasur një rezultat. Ka pasur dhe ka akuza të brendshme midis kandidatëve të subjekteve politike, por ka edhe akuzat ose më saktë pretendime për lëvizje mandatesh. Nuk mund të them se si do të dali rezultati, por në mënyrë teorike unë mendoj që edhe nëse do të ketë lëvizje, mund të jetë maksimumi brenda subjekteve politike, sepse e shoh pak të vështirë ndryshimin e mandateve. Rasti i vetëm hipotetik që mundet të ketë një ndryshim mandati mund të jetë Tirana, midis koalicionit opozitar dhe partisë së zotit Shea, mundësisë, duke marrë parasysh që diferenca është në mos gaboj 1200 vota, por duke pasur eksperiencën dhe çfarë ka ndodhur, unë nuk mendoj që do ketë aty në një ndryshim mandati, sepse nuk mund pretendohet edhe në mënyrë hipotetike, në vlerësimin tim është pak absurde që pretendohet që zoti Shea i kanë kaluar vota, kur nga kush, kur zoti Shea si parti nuk ka pasur as numërues dhe numërues kanë pasur vetëm partitë e tjera. Kështu që nuk mendoj që do ketë ndryshime të numrit të mandateve, por nëse mund të ketë në mënyrë hipotetike, mund të ketë vetëm ndryshime të kandidatëve fitues. Patjetër që kjo në një farë mase e njollos pak procesin, por në fund duhet parë se si do dalë rezultati dhe nuk mundet që të kemi një, po themi, vlerësim që në këto momente. Kështu që duhet parë se sa do të jetë, a do ketë apo jo diferenca dhe nëse do të ketë, sa do të jenë këto diferenca. Kuptohet pastaj në raste konkrete do disponohet edhe se mund të ketë edhe diferenca, po themi, në kuti të caktuara që mund të jetë me një vot, të cilët jo gjithmonë mund të jenë, siç mund të themi, vjedhja apo krime zgjedhore, se tash jemi njerëz dhe nëse ty një grup numërimi të ka bërë një gabim me një vot, ka dhe gabime njerëzore, të cilën secili bën në punë. Prandaj duhet parë rast pas rasti, vlerësuar çdo situatë dhe pastaj disponuar me një zgjidhje në rastin konkret. Akoma është herë, kështu që hapja këtyre kutive do ta tregojë më së miri,
por ne kemi parë dhe herët e tjera, sepse me të vërtet këtë herë po hapen kutit në gjysmën e Shqipërisë, por edhe në zgjedhjet e 2021 dhe 2023 janë hapur të paktën 10% e kutive, sepse detyron kodi, pra që është hapja pas zgjedhore. Dhe në përgjithësi ka pasur gjithmonë pretendime nga palët dhe subjektet, por kur janë hapur kutit ka pasur shumë diferenca të vogla me realitetin. E vërteta është që këtë herë ka pretendime më të forta brenda kandidatëve si nga PS-ja ashtu dhe nga koalicioni i djathtë. Po do shohim. Ndërkohë, sa transparente Çaka mund të jetë rikthimi, rinumërimi, hapja e këtyre kutive? Kush janë elementet e garancisë dhe sa dënohet një njeri që nuk ka bërë gabim njerëzor, që në mes të natës pa dashje ka kaluar 1 ose 2 flet votimi, por që siç duket ose me urdhër partie, ose i bler, mund këtë bërë një masakër për hesap të një kandidati ose të një subjekti, se më shumë ne flasim për kandidatët, por nuk dim se çfarë ka aty. Mund të jetë edhe çështje subjektesh. Edhe e di pse e them këtë, se dua ta shtoj këtë zoti Çaka. Në intervista që kanë zhvilluar këtu, nga eksponentë të cilët që ndoshta janë larguar, por emra me zë Partisë Demokratike, por që së fundmi për shkak të zhvillimeve të tyre të brendshme janë larguar, para se zhvilloheshin zgjedhjet, e kanë ngritur si shqetësim këtu, duke thënë që, shiko, demokratët do t'i humbin zgjedhjet në atë farë gjendje, sepse nuk kanë as komisioner. Ne na dukesh absurditet dhe një hakmarrje ose qëndrim individual si pasojë e rrugtimit të caktuar që ka në politikë disa individ. Por kjo rivjen në fakt, duke thënë që nuk kanë pasur as njerëz që të ruajnë votat, nuk kanë as komisioner. Unë këtë nuk e marrë të mirëqen, por sa kohë që ne kemi një proces i cili është në tavolinë, diskutohet, atëherë pse jo dhe ky element mund të jetë një pjesë, pra që këta s'kan bërë manipulime vetëm brenda kandidatëve, por Partia Socialiste, meqense këta vetë akuzojnë, mund të ketë tentuar që edhe komisionerët t'i ketë për vete. Pastaj bie dhe ajo teza tjetër që thonë që këta e kanë makineri, nuk manipulojnë zgjedhjet në fund. Po me që jemi në kuadër të këtyre argumentave të cilat qarkullojnë, ta është t'i ndaj dhe me ty. Po, tani, mendoj që të gjithë këto pyetje në thelb do të jepet përgjigje mbasi të hapen kutit. Dhe në qoftë se do të kemi diferenca edhe të partitë edhe të kandidatët, atëherë patjetër që po themi çdo lloj aludimi ose çdo lloj pretendimi mundet edhe të merret për bazë. Faktin që është mbitur një pretendim nga po themi persona të cilët janë larguar nga Partia Demokratike, duke vlerësuar që nuk PD-ja nuk ka kandidat për komisionet të administrimit të zgjedhjeve dhe për grupet e numërimit, mund të them që juridikisht nuk mund ta pranoj. Nuk mund ta pranoj sepse koalicioni i djathtë i kryesuar nga Partia Demokratike të 5225 qendrat e votimit i ka plotësuar me komisioner, i ka plotësuar të 95 KZZ dhe i ka plotësuar të gjitha grupet e numërimit me numërues të sjellë. Dhe të gjithë to kanë ardhur me firma dhe me vula të këtij subjekti zgjedhor. Pra, në mënyrë po themi një përgjigje juridike, mund të them që nuk ekziston një pretendim i tillë sepse nuk ka pasur mungesa, dhe në momentin që nuk ka pasur mungesa, jemi të vetëdijshëm që nuk ka edhe një aludim të tillë. Pastaj nëse këto grupe janë plotësuar me element të tjerë jashtë Partisë Demokratike, pastaj është përgjegjësi e vetë Partisë Demokratike dhe koalicionit, sepse ata vetë kanë përzgjedhur këto, vetë kanë sjellë. Nuk është se është bërë një përzgjedhje nga një subjekt i tretë apo nga një institucion shtetëror që mund të ketë aludime. Kështu që këtë teori unë nuk mund të ta pranoj. Pastaj nëse ka pasur blerje apo jo, do ta shohim. Do ta shohim se sa do të jetë diferenca edhe votave midis partive politike për të pasur nëse ka apo jo, po themi, vjedhje në tavolinë të mandateve, sepse rihapja kutive vetëm këtë mundet të provoj. Pra, nëse kemi manipulim nga tavolina e zgjedhjeve, pra nga grupet e numërimit, dhe nuk mund të provoj asnjë lloj pretendimi tjetër që mund rrihet në rastin konkret nga koalicioni opozitar që ka humbur. Unë mendoj dhe gjykoj nga
eksperiencat që janë hapur kutitë e mëparshme të votimit, por edhe nga çfarë, po themi, aludohet përgjithsisht, që nuk mendoj që do ketë diferenca të votave për subjektet politike. Ndërkohë, nuk e di nëse do të ketë apo jo diferenca për kandidatët dhe për këtë kam një pikë pyetje për vetë faktin sepse janë shumë kandidatë të gjitha subjekteve politike fituese të cilat e kanë aluduar këtë dhe kur ky zë vjen nga gjithë fituesit, pra atëherë nuk mund të them që mund të bëhet i vërtet, por mund të bëhet dyshues dhe duhet që të provohet. Kurse te pjesa tjetër për votat e partive politike, unë nuk besoj që do të ketë një diferencë, mund të ketë thjesht një gabim njerëzor dhe mendoj që nuk kemi për të pasur asnjë ndryshim mandati dhe as një provueshmëri që po themi vjedhja e pretenduar ka ardhur nga tavolina. Pastaj se çfarë mund pretendohet në forma të tjera, jo me përdorimin e administratës shtetërore apo në forma të tjera, është shumë e vështirë për të provuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por mund të jetë një hetim pastaj apo me blerje me para, mund të jetë një hetim të cilën e bën organi specializuar që në këtë rast është SPAK-u, duke përdorur dhe mjeta apo mënyra speciale të verifikimit të tyre. Dhe ne kemi hetime për rreth 41 procedime ose krime zgjedhore të pretenduara sipas të dhënave nga SPAK-u, që ato do ta nxjerrin se në cilën rast do të jenë të vlefshme provat, por me sa jemi në ndjenjë ka pretendime pra nga të gjitha palët e përfshira në procesin zgjedhor. Kur një njeri shkon në burg ose sa dënohet në raste Po, në qoftë se këto do të vërtetohen, atë kemi të bëjmë me një krim zgjedhor, është e përcaktuar në kodin penal, por pastaj se sa do dënohet, këtë nuk di të ta them, është e drejta e përvojës posaçme për të disponuar me pretencën për të kërkuar për fajtorin masën e dënimit, gjykata që ta vendosi. Kemi parë në rastet e tjera që janë dënuar me 6 muaj, janë dënuar me 1 vit, janë dënuar ka pas raste edhe me pezullimin e dënimit edhe vetëm me kohën e provës, kështu që kjo është çështje e gjykatës, pastaj duke pasur parasysh provueshmërinë apo dhe rrezikshmërinë e personit. Por unë mendoj që në këtë rast, pra në këto zgjedhje, nëse do të kemi të provuara krime zgjedhore, e besoj, por edhe kërkoj që të ketë edhe dënime më të mëdha se erat e tjera, në mënyrë të tillë që të kemi mua mbasi si jurist nuk më takon ta them sepse qëllimi kryesor i dënimit nuk është që të bëhet shembull për të tjerët, por në një aspekt të procesit zgjedhor të ketë edhe shembull në mënyrë që në zgjedhjet e tjera të gjithë janë të vetëdijshëm që të zbatojnë kodin zgjedhor me përpikmëri dhe mos të ketë vjedhje apo ndryshim rezultati, qoftë edhe me 2 ose 3 ose 4 vota në tavolinë. Qaka, kur hapet Tirana, nuk ndryshon fati ndoshta vetëm për subjektet ankuese, por për gjithë. Ka një gjithë përfshirje aty dhe sigurisht preket e Partinë Socialiste, e cila pati disa pretendime për mandatet tek vota e diasporës. Tashmë po lexoja që te vota e diasporës ndoshta do të rishihet. Mund ma konfirmosh këtë, nuk e kam shumë të qartë kur themi pra për Tiranën çfarë përfshin apo është një kërkesë veçantë dhe sa i trazon ujrat në politikë. Atëherë në dieninë time vendimarrja e Kasit është vetëm për 1286 kuti, të cilat bëhet fjalë janë brenda vendit. Kasi nuk ka disponuar me një vendim për hapjen e votave të diasporës, deri tani me përjashtim të qarkut të Durrësit që ka marrë dje vendimin.
Tirana dhe Fieri, është kërkuar që të hapen vetëm kutitë e brendshme. Nuk e di nëse do të ketë vendimarrje të tjera të Kasit, por në dijenin time këto qarqe janë mbyllur me kërkesa me afate, megjithatë do t'i shohim në vazhdim se si do të disponohet, por deri në këto momente diaspora do hapet vetëm në Durrës. Patjetër nëse do të ketë ndryshime rezultati, do ketë po themi trazira të ujrave bëra nga subjekteve politike, po flasim vetëm për subjekteve politike, dhe unë mendoj që këto trazira do të jenë si nga Partia Demokratike ashtu edhe nga Partia Socialiste. Nga Partia Socialiste unë kam thënë një konflikt tjetër me ju që shoh një përplasje më të fortë midis femrave, pra gjinse nën përfaqësuar, midis zonjës Gjylameti dhe zonjës Çaçka, duke pasur parasysh që diferenca është e vogël, rreth 145 vota për marrjen e një mandati. Ndërkohë mund të ketë edhe një përplasje tjetër midis zotit Rakipi, zoti Qepalia, por diferenca është pak më e madhe këtu, kështu që edhe mundet të mos ketë ndonjë ndryshim të rezultatit. Por ndërkohë ka edhe tek Partia Demokratike, ne e dim domethënë në mënyrë publike që ka pasur debate, zoti Ali Mehmeti, zoti Murizi, zonjës Kalaja, zonjës Tabaku, kështu që përplasja drejt për drejt mund të jetë midis zotit Ali Mehmeti dhe zonjës Tabaku, por akuza ka pasur edhe nga subjekte, nga kandidatë të tjerë. Ndërkohë dhe brenda partisë pra koalicionit të djathtë, përplasja më e madhe është edhe për qarkun e Durrësit, ku kemi një pretendim konkret, pavarësisht se diferenca është e konsiderueshme rreth 1000 vota plus minus, besoj 950 midis zotit Doja dhe zotit Kalaja, ka një pretendim të fortë nga zoti Kalaja që ka manipulim dhe vjedhje të votave në favor të zotit Doja. Kështu që nëse do të verifikohen këto, patjetër që do të ketë trazira të ujrave brenda subjekteve politike. Unë mendoj që trazirat më të mëdha nuk do të jenë brenda pushtetit, sepse kemi parë që Partia Socialiste në momente të caktuara ka ditur më mirë t'i menaxhojë këto zërat e ndryshëm brenda asaj pretendime, ndërsa në rastin e opozitës pra kemi pasur përplasje më të mëdha të cilat realisht kanë çuar edhe në ndarjet e partisë, siç rasti me përplasjen me zotin Basha, me zotin Ali Beaj e të tjerë. Kështu që mendoj që përplasje më të mëdha, nëse do të ndodhin, do të vinë brenda opozitës, sepse e them me bindje, nga këtë eksperiencë të gjatë në pushtet, zoti Rama ka ditur më së miri t'i menaxhojë, po themi, pjesën e brendshme të përplasjeve. E kuptoj. Ndërkohë, ne mbetet për të parë tani se çfarë do të sjellë në vëmendje, po fakti që ka që merr kaq shumë kohë. Çfarë do të thotë për standardin e zgjedhjeve? Selibashi dje tha 18 deri në 20 ditë kjo faza tjetër. Ndërkohë, kanë kaluar disa ditë nga zgjedhjet e 11 majit, ekspertët e shumt heqin paralele me atë se si bëjnë fqinjët tanë, madje dhe Kosova, dhe si del rezultati, parisa ti ka një tjetër ngërç, ndërsa këtu edhe pse ne flasim për le të themi procese të cilat do duhet që të ecin paralel me zhvillimin e vendit që shkon drejt Bashkimit Evropian, sërish ka disa çështje që mbeten pezull edhe që nuk është ai standardi cilin ne duhet përballemi. Atëherë 18 deri 20 ditë bëhet fjalë vetëm për votën, numërimin e votave të Tiranës dhe Fierit. Po. U shtua Durrësi me 126 kuti. Dhe nëse do të disponohet edhe me Elbasani, atëherë koha do të jetë më e madhe. Unë parashikoj minimalisht një muaj të ketë një rinumërim, sepse dhe rinumërimi nuk do të jetë ndryshe nga rinumërimet që ndodhin nëpër KZAZ, që bëhet 24 orë pranë vepre, këtu nuk mund bëhet 24 orë pranë vepre, sepse nuk është problemi vetëm i grupeve të numërimit që mund të zëvendësohet, por pjesëmarrës në këto tavolina do të jenë edhe në tavolina pranë, po themi në mbikëqyrje do të jenë edhe 5 anëtarët e kasit, dhe ata kanë të pamundur që për 15 ditë ose 20 ditë të jenë 24 orë në dispozitiv, ose janë qenie njerëzore, kështu që
Besoj që kjo është shtyrja e kohës. Patjetër që vonesa krijon, po themi, aludime, por në qoftë se në thelb rezultati nuk do të ndryshojë nga rinumërimi, mendoj që do të jetë bërje pis. Edhe Kosova nuk është se i numëroi shpejt, banoi vota diasporës që kishte shumë më pak se në Shqipëri rreth një muaj për tu numëruar dhe rezultati doli me vonesë. Kjo nuk e justifikon një gjë të tillë, por ky është kodi zgjedhor që ne kemi bërë, kështu që ka afate, ka procedura, ka shkalla ankimi dhe mira apo keq do jemi të detyruar që t'i presim. Për mua nuk është e rëndësishme se sa vonon nxjerrë rezultati, por e rëndësishme është që rezultati të jetë saktë dhe i drejtë në fund. Çaka, unë falenderoj për gjithë se ndam së bashku. Faleminderit edhe juve. Përshëndes.